Në pasigurim financiare të një realiteti si familjar ashtu edhe të bizneseve, kemi gjetur sot në 31 dhjetor, në Bluefest, në këtë maraton të kësaj dite, edhe hapësirën për sistemin bankar. Për forcën e një shembulli si drejtuese e një institucioni financiar, e cila ka dhënë kredibilitet, ka dhënë qëndrueshmëri, ka dhënë disponibilitet në bashkëpunimet e saj si me familjet ashtu dhe me bizneset. Flasi për drejtuesen e sistemit të bankës BKT-s në një nga filialet e Vlorës me zonjën Matilda Brokaj. Faleminderit që jemi bashkë. Faleminderit. Ju falenderoj në radhë të parë për ftesën. Gjithashtu edhe për vendin që i lini informacionit mbi sistemin bankar. Me thënë të drejtën, Shqipëria ka 35 vjetë që është në tranzicion, por sistemi bankar është ai që ka qëndruar gjithë kohën i qëndrueshëm dhe stabil. Kjo është arsyeja pse ju falenderoj që marr pjesë në emisionin. Patjetër që ka për të thënë, ka për të diskutuar, por mbi të gjitha edhe për të shpërndarë edhe për të transmetuar informacion, por që sot nuk jemi mbledhur për këtë, jemi mbledhur si nga ato vitet dhe fund vitet ku reflektojmë, jemi falenderues, por edhe ndoshta në ndonjë detaj edhe të vetëdijshëm apo të pavetëdijshëm edhe gabojmë. Matilda, si ka qenë 2025 në drejtimin e një sistemi të tillë të rëndësishëm në shifra dhe rezultate? Po. Ashtu si kundër unë e thash, sistemi bankar qëndron në qendër të rritjes ekonomike të çdo vendi dhe të Shqipërisë gjithashtu, dhe kjo është arsyeja pse për vitin 2025 unë dua të listoj disa arritje dhe objektiva të sistemit bankar. Në radhë të parë, duhet të themi që jemi drejt shkuarjes në Bashkimin Evropian. Dhe kjo, si çdo sektor tjetër dhe sektori i sistemit bankar, duhet bëjë rrugtimin e tij për t'ju përshtatur si kuadrit ligjor dhe aty në ligjor të Bashkimit Evropian. Dhe me thënë të drejtën, këtë rrugtim e kemi nisur. Nëse të gjithë ju keni dëgjuar, Shqipëria ka bërë një ndërlidhje me sistemin e transfertave SEPA ndërkombëtare, dhe tashmë çdo individ, por dhe çdo biznes mund të kryejë transfertat me jashtë në një kohë shumë të shkurtër, pra vetëm brenda 24 orëve transfertat tona tashmë mbrin jashtë, dhe përveç kësaj ato janë me një koston më të lirë si kundër ne të kryejmë transferta gjithmonë në monedën euro brenda vendit. Dhe kjo tregon rrugëtimin ton drejt Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, për vitin 2025, sepse ne kemi një sistem bankar, si thuaç, tradicional, ai është i përbërë nga depozitat, por dhe nga titujt si bono thesari e obligacionet dhe nga kreditimi. Ky është sistemi tradicional në Shqipëri. Dhe mund të themi që për 6 mujorin e parë të vitit 2025, depozitat janë rritur, diku te 8.1%, janë rritur depozitat në lek, shumë, dhe ato depozita që janë mbi një vit, duke e bërë financat e bankave akoma dhe më të qëndrueshme. Përtej kësaj, kemi dhe zhvillimet e saktuara për sa i përket kreditimit. Siç të gjithë e dimë, sidomos në qytetin e Vlorës, po dhe në mbar Shqipërinë, Shqipëria është bërë pak si magnet për turistët dhe sektori turistik është rritur. Duke u rritur sektori turistik, janë disa segmente të kreditimit që janë rritur më shumë se të tjerat. Dhe të gjithë e kemi vënë re që tani po vrapojmë po rendin të gjithë për të blerë një shtëpi, po jo shtëpinë e parë të banimit, po shtëpinë e dytë, shtëpinë e tretë, pasi tashmë e shohim këtë si një formë investimi. Dhe duke e parë si investim, këtë shtëpinë e dytë e të tretë ne e përdorim për ta dhënë me qira apo për ta dhënë booking, dhe në bazë të kësaj kërkese të rritur tashmë, edhe bankat kanë bërë të mundur për ta zhvilluar këtë lloj produkti për të qenë sa më afër kërkesës së konsumatorit, dhe ky lloj kreditimi është rritur. Mirë po, u rrit me hapa aq të shpejt sa në një korrik të 2025-s regulatori, Banka e Shqipërisë vendosi disa masa pak sakufizuese, në mënyrë që kjo kredi të jetë më sigurt dhe qytetarët të jenë akoma më të sigurt në pagesat që do kryejnë. Kështu që nuk mundemi më tashmë që për gjithë vlerën e kolateralit ne të marrim kredi. Sikundër ka qenë filozofia e kredidhënies, dhe më parë ne do duhet që një pjesë të fondeve ta kemi kursyer gjatë jetës kur i drejtohemi bankës për të blerë një shtëpi. Kështu që ne deri në 80-85% të kolateralit mund të marrim kredi. Pjesën tjetër duhet ta kemi të kursyer. Gjithashtu ka vënë në një limit për sa i përket këstit të borxhit kundrejt të ardhurave. Nuk mund të jetë përtej një kufiri
të caktuar. Dhe limiti i tretë që ka vendosur Banka e Shqipërisë në vitin 2025 ka qenë limiti për kreditdhënien në euro ose në valutë huaj, por kryesisht në euro e marrim, duke qenë se e kemi vënë re që kemi këto luhatjet e kursit të këmbimit dhe kjo ka riskun e saj. Kështu që 2025 ka rritur më shumë kredit në lek. Në 2025 duhet ta themi që i dhënë një rëndësi mjaft e veçantë teknologjisë. Përveç se zhvillimit teknologjisë, veprimeve online. Kuptohet, kjo është një vazhdimsi, nuk është se ka filluar në 2025, por gjithnjë më shumë zhvillohet teknologjia, zhvillohen kërkesat e klientëve dhe gjithë sistemi bankar dhe BKT-ja në veçanti duke qenë pjesë e një grupi që në qendër të vëmendjes së saj ka digitalizimin ka vendosur që t'i ketë këto produkte sa më inovatore, sepse tashmë klientët, sidomos bizneset, nuk kanë më kohë që të rinë me orë të gjata në bank. Atëherë ata nga komoditeti i zyrës së tyre, nga celulari apo dhe nga laptopi mund të kryejnë tashmë çfarëdo lloj veprimi. Pra, nëse në fillim filluam thjesht ta shohim llogarinë, thjesht të bëjmë një kalim të vogël, tash ne mund të bëjmë gjithçka nga llogaria jon nëpërmjet celularit. Mund të bëjmë transfertat në jashtë, mund të kalojmë pagat e punonjësve tan, mund të bëjmë faturat e fiskalizuara. Kjo ka qenë një risi në vazhdimsi dhe një objektiv pothuajse i përmbushur i vitit 2025. Është i gjithë materiali që sapo transmetove për publikun është lehtë i aksesueshëm edhe për qytetarin në matil. Patjetër që ju nuk jeni në kontakt të drejtë për drejtë me qytetarin, është pjesa tjetër e stafit, por e asimilon të gjithë këtë informacion në rast të nevoje një qytetari thjesht, apo praktikat janë më të thjeshta në rastin e bankës që ju drejtoni, të filialit që ju drejtoni? Po. Përveç se siç ju thash, shërbimet online janë zhvilluar jashtë mase dhe ne kemi në webin ton çdo informacion se si ata mund t'i përdorin këto shërbime. Kuptohet që degët e bankave dhe filialet ngelen burimi kryesor ku ata mund të marrin informacion. Banka jonë është banka përveç se më e vjetra, sepse bëjmë 100 vjet, domethënë është banka e parë e themeluar, banka e shtetit shqiptar në Shqipëri, është dhe një bankë e cila ka degën më të madhe në qytetin e Vlorës, por është dhe një nga degët më të mëdha në gjithë Shqipërinë, e cila përbëhet nga 21 punonjës dhe secili prej tyre, domethënë çdo qytetar i Vlorës mund të aksesojë informacionin me shumë lehtësi, sidomos ishte një objektiv i arritur i vitit 2025 dhe do të vazhdojë dhe në 2026, transformimi i komplet degës, duke parë tashmë në shërbimin që ne i japim në krye klientin dhe jo më produktin. Jemi drejt një modernizimi teknologjik dhe inovacioni ku keshi është më pak i përdorshëm. Si e vlerëson në personalen tënde? Është një progres i nevojshëm apo është një progres përshtatje të themi me standardet europiane? Me thënë të drejtën, tashmë është e domosdoshme në që të ulim nivelin e keshit. Aq më tepër nëse ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe unë po flisja për gjithë kuadrin ligjor dhe nën ligjor, është një kërkesë e tyre mbi të gjitha që ne të ulim nivelin e keshit, që të mundet që çdo vlerë monetare të kanalizohet nëpërmjet sistemit bankar, që do të thotë jo me kesh në dorë, që do të thotë ne çdo që ta kryejmë nëpërmjet transfertave, nëpërmjet kartave, nëpërmjet bankomatit, aty ku çdo lëvizshmëri e jona e keshit lë gjurmë. Në kjo është dhe arsyeja kryesore, por për të tjerave, unë personalisht mendoj se është një lehtësi e të gjithëve ne që mos të mbajmë keshin në portofol, përveç se mos ta mbajmë për shkak të rrezikshmërisë që ajo e mban, por dhe për faktin që me një kartë të bankës ne kudo që jemi mund të bëjmë çfarëdo lloj veprimi. Jo vetëm në bankomat, por dhe për blerjet tona dhe jo vetëm online, por kudo. Kartat shqiptare janë karta si në mbar botën, Visa, Mastercard. Kështu që kudo që ne të shkojmë në çfarëdo lloj monede ta kemi llogarinë e lidhur me kartën, çdo gjë konvertohet dhe ne mund ta përdorim në çdo shtet të botës. Cili është strategjia e 2026-s për ta mbajtur besimin që kanë si qytetarët dhe bizneset, por edhe të qetësia ekonomike që kanë kundrejt institucionit që drejtoni? Po. Në fakt objektivat e 2026-s për bankën tonë, që është banka më e madhe në Shqipëri dhe banka me një fitimin më të lartë, jo vetëm sistemin bankar, por në çdo kompanie në Shqipëri,
Objektivat e 2026-ës, me thënë të drejtën, janë një vazhdimsi e kësaj rrugë që kemi nisur në 2025-ën, që do të thotë, bankat në fakt nuk janë thjesht një biznes privat, e cilët kuptohet janë të orientuara drejt fitimit, por ato kanë dhe një përgjegjësi shumë të lartë sociale, që do të thotë ato kanë objektiva dhe në edukimin financiar të popullatës. Të gjithë këto që ne përmendëm, pra ajo që ju thatë, informacionin a është i aksesueshëm, a din qytetarët se si të përdorin më pak keshin dhe më shumë kartat, është detyra e një bankieri. Dhe detyra jonë që ta bëj këtë edukim financiar, jo vetëm për brezat e ri, po për çfarëdo lloj grup moshe që do të përdor sistemin bankar për nevojat e tyre. Dhe kjo vazhdon të jetë objektiv për 2026-ën, duhet ta them që qyteti i Vlorës është në fakt i rankuar në qytetet që përdorin më shumë keshin dhe më pak kartë. E kemi të vështirë të shkëputemi nga relacioni me lekun. Unë duhet të them që personalisht e kam objektiv personal, që unë duhet të rris veprimet me karta dhe veprimet online dhe të ul keshin, dhe në çdo mbledhje që bëjmë, domethënë është shumë e vështirë që unë të justifikoj faktin pse qyteti i Vlorës ka këtë marrëdhënie shumë të dashur me keshin. E ke përballë një kliente të tillë që më duket sikur nga karta më marrin lek dhe që mezi më ke bërë të arri objektivat. Të shpresojmë që dhe neve të përqafojmë sistemin me karta, sepse vërtet është edhe praktik, por edhe siguron. Kudo që ti nuk ngel ose hum në asnjë vend ose në asnjë pjesë. Kështu që besoj se do të ndryshoj për 2026, të shpresoj që në 2026 të kemi të tjera mesazhe për të dhënë. Atmosfera festive. Si u ndjet tek filiali juaj, a festuat me stafin, ti personalisht si natyrë, je dashur më shumë se ç'duhet në këto festa, apo ndjeshmëria edhe është pjekuruar? Me thënë të drejtën, ne kemi pasur gjithë vitin një vit jubile. Siç ju thash, domethënë sistemi bankar ka filluar me ndërtimin e degës së Durrësit në 1925, që tashmë është aset i Bankës Kombëtare Tregtare, kështu që gjithë vitin e kemi pasur vetëm festa për të festuar jubileun ton. Dhe u konkludua me rikonstruksionin e degës tek sheshi i Flamurit, që është aseti ynë. Ajo ishte dega e 4 që Banka Kombëtare Tregtare bënte rikonstruksion gjatë këtij viti, dhe pikërisht në 19 nëntor bën festën e madhe në qytet për inaugurimin e saj. Në 20 nëntor BKT-ja bëri një festë tjetër të madhe, por tashmë në Teatrin Kombëtar, përsëri për festimet e 100 vjetorit, kështu që gjithë viti na ka shkuar vetëm festa. Festa, alegri, ngjyra dhe ka lezet, sepse sidomos në këto momente të vitit janë më shumë se të domosdoshme, edhe për të motivuar, edhe për të frymëzuar. E duke qenë tek mesazhi i urimit për 2026 nga ana juaj, jo vetëm për stafin, jo vetëm për të dashurit e tu, por edhe për qytetarët. Me të drejtën ju uroj gjithë qytetarëve të Vlorës, por dhe të mbar vendit, gëzuar vitin 2026. Uroj që viti 2026 t'i gjej ata dhe familjet e tyre sa më të lumtur, dhe si bankiere uroj që në këtë vit populli shqiptar të ketë një stabilitet akoma dhe më të lartë ekonomik, një rritje akoma më të lartë ekonomike. Uroj qytetarëve të Vlorës dhe të mbar Shqipërisë të rritin depozitat dhe kursimet e tyre, por gjithashtu për bizneset uroj investime sa më të qëndrueshme. Ne të shpresojmë që do të jetë i tillë 2026 për çdo që na ndjek dhe për çdo që ka projekte të mëdha biznesi. Personalisht të uroj në familjen tuaj festa të mbara, fillim viti ashtu si ju do zemra juve, dhe mbi të gjitha të bashkohemi me urimin e që sa më shumë lek. Të falenderoj që ishe me ne. Ju falenderoj. Miq, vetëm pas pak dhe do të rikthehemi sërish së bashku me të tjera figura, me të tjera sugjerime, por edhe me të tjera falënderime për 2025-ën, që do të jetë edhe një start auguri mirë edhe për vitin që po presim.